Prej disa ditësh në rrjetet sociale kanë qarkulluar thashetheme se Grida Duma dhe Ervin Saljani mund të jenë ndarë. Fansat kanë nisur të komentojnë me intensitet, duke e kthyer këtë temë në një diskutim të madh online. Shumë djegës kanë vënë re se dyshja nuk shfaqen më shpesh së bashku në publik si më parë, dhe kjo ka mjaftuar që të lindin dyshime për një krizë mes tyre. Çdo lëvizje apo mungesë e tyre është marrë si argument nga fansat kurioz. Megjithatë, deri më tani nuk ka asnjë deklaratë zyrtare nga vetë Grida Duma apo Ervin Saljani. Asnjëri prej tyre nuk ka konfirmuar apo mohuar asgjë, duke lënë hapësirë për interpretime të ndryshme. Disa persona mendojnë se këto aludime mund të jenë thjesht rezultat i angazhimeve profesionale të tyre, pasi të dy kanë patur projekte dhe aktivitete të veçanta që mund të kenë krijuar përshtypjen e distancës. Pavarësisht kësaj, një pjesë e fansave vazhdojnë të besojnë se diçka ka ndodhur. Mungesa e fotove të reja të përbashkëta dhe hishtja e tyre në rrjetet sociale shihen si shenja të forta nga ata që mendojnë se ka një problem. E vërteta është se për momentin të gjitha mbeten vetëm hamendësime. Nuk ka asnjë provë konkrete që tregon se ka ndodhur një ndarje apo një konflikt mes tyre. Ndjekësit presin prej ditësh një reagim për të mësuar se çfarë po ndodh realisht, por deri tani asnjëri nuk ka bërë ndonjë sqarim publik. Kjo heshtje vetëm sa shton kurreshtjen e publikut. Në mungesë të fakteve, zërat për ndarje mbeten të pavërtetuara. Derisa të ketë një deklaratë apo shpjegim nga vetë ata, gjithçka është thjesht spekulim i fansave dhe asgjë e konfirmuar.